përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në Shqipëri. Faleminderit. Është hera 3 që bëni surprizë me ne dhe hera 3 që vini nga Italia për të surprizuar nonën këtë radhë. Edhe vëllai. Edhe vëllai. Ne urojmë edhe 100 vit edhe shkojmë ta surprizojmë bashkë. Faleminderit për vestimin. Nan, dashni e jetës, ti e cope zemrën. Çdo minut pa u ndal, ti veç dashni fan. Kur thunan, krejti ke than, ty të du sa du zoti. Kur veç s'kelan, veshtir ma fshin e loti. Kur e shoh shpinë e vjetë. Si jeni? Përshëndetje. Për në haqirën vina. Si jeni nëna? Mirë. Dim që ke ditëlindjen sot. Vim nga stafi surpriza online dhe kemi një surprizë për ju. Të urojmë dhe 100 vite të lumtura. Këto janë për ty. Loti, kur e shoh shpinë e vjetër, me lot më mbushën syt. Ishte non një kohë tjetër, më kujtohet qysh na keri. Nan, moj ma bën halal, hakus moj dal sa t'jam gjan, jam rrit brenin. Kam një letë, mund ta lexoj se nga kush të vjen kjo surpriza. Mama ime dashur, unë jam shumë e gëzuar që po vi sot të festoj ditëlindjen tënde. Ti gjithmonë ke qenë pranë meje, dhe pse Lala ka 8 vite që nuk është pranë nesh. Ti na ke zëvendësuar çdo vëshllëk që ka lënë ai. Lala më mungon shumë, gjithashtu motër Mimetja e vëva Bujari, që ti i kujton dhe të qanë zemra për ta. Por ne i kemi në zemër gjithmonë, dhe unë e di që ata janë po aq të lumtur sa unë që ti po feston ditëlindjen. Të uroj me gjithë shpirt të kesh shëndet e të jetosh shumë vite pranë nesh. Të dua shumë mama ime, të pu dhe të përqafoj fort, të urojnë gocat, çunat, nipat dhe mbesat, u bëfsh 100 vjeçe. Me shumë dashuri Sofia. Faleminderit. 100 vjeç, kesh jetë të shtet. Shumë faleminderit. Kemi edhe një surprizë tjetër. Vajza ka ardhur për ty prap nga Italia. Është hera e dytë që vjen, ja gosh. Një vite gjithë. Edhe 100, mame. Ojnan, ti du rrudhat në bal, inshallah më ban halal, edhe dy jet me i pas, s'muj me ta kthy mundin tan. Moj dal sa t'jam gjan.